Puna parë si s'ka nise. Puna e parë në Konet, ja kom nisi network engineer. Kom qenë pjesë e një ekipit ku e kena shtru fibrin ku ka hekurudh Kosovë. Duhet me ditë që unë e kom shkel që ato fizikisht. E kena monitoru ekipin derisa kanë shtru fibrin me këshyra pe krym punën këtë mirë. Në fond e kena kape, kena lidh komplet rjetin dhe masi që u kry këtë rjeti para se me fillu i bo klientat e parë. O kun momenti ku e kom lonën e punën, kom pa që mua aty veç maintenance ka. Edhe prej aty kom dal në Trecis. Dhe bëjmë me thonë që ajo është kon të qenë highlighti më i madh në karrierë tëme si enxhinier këtë rast, se Trecisi ka qenë e din besoj që ka qenë kompania e parë pionire që ka fillu me outsourcing në qatë masë dhe seriozitet tregun ton, edhe Trecisin na i ka qel jo veç mu po plot njerëz na i ka qel dyert e botës. Edhe Si pak më shumë se ajo më varet, më besoj që kjo më varet prej karakterit dhe sa ke qenë entuziast dhe sa ke dasht me investu kohën tonë dhe personale. Unë gjatë periudhës më thon sa jam kon gati 6 vjet Trecis, s'kom pas jetë personale.